pjesën e libres edhe atë ditën që e kom pranu porosinë dhe atë ditë që ka hy libri Mimozës në shtëpinë time, ka ardhur një mrekulli shumë e madhe. Ka ardhur një thirrje, një telefonat, edhe një mbështetje morale dhe financiare, diçka e parashikueshme. Ende pa fillu me lexu librin e Mimozës. Kjo, po. Pastaj kur kom fillu me lexu librin e Mimozës, ato e kam gjetë 50% jetës tem, 50% të mendimeve të mia, edhe zgjidhjeve të problemeve në librin e Mimozës. Edhe kom vazhdu me ndjek, me qenë ndjekse e rregullt në platformat online, e mësimeve, trajnimeve dhe kurseve të Mimozës, ajo çka i ka shfaq. Pastaj, rastisht e kom pa postimin kur i ka ndodhur Mimozës sfida me fabrikën. Unë vetë se kisha kalu atë periudhën e sfidës kur krejt mundi, investimi financiar, i kohës, i energjisë që kisha bërë për 8 vite me radhë në platformat online, çdo gjë u mbyll edhe beta nxerr. Për shkak të gabimit edhe një njohurie që unë nuk e kam pas. Edhe ato e ndjeva thellë se Mimoza meriton një mbështetje s'paku morale. Po nuk e kam mendu asnjëherë që unë ato kam e gjetë mrekullinë. Edhe kurse kam mendu se kam e pa diçka të jashtëzakonshme, jam nis krejt me tjetër qëllim, edhe kam gjetë krejt tjetër çka, edhe gjithmonë jam nis me atë mendjen se unë i di gjitha, unë e kam zbulu burimin financiar, edhe nuk kam nevojë për mësime dhe për njohuri më të çme. Më përpara, më shumë. Po si unë nisoj, e vërtet shumë kjo. Edhe kur kom hy ato, e kom pa atë shkëlqimin e Mimozës, edhe kom thonë fala është ky njeri vërtet. S'po më duket diçka jashtëzakonshme me vete. Edhe kom pa se çka mësohet, çka thuhet, çfarë respekti kanë njëri për tjetrin, edhe kom ngel e befasume. Mirë po, që është në seminarin e parë, ato kur është cek përcaktimi i qëllimit, unë as qëllim nuk disha me përcaktu, sepse ndjesha veten përmbushur në gjitha aspektet jetësore. Edhe di se kom thënë me veti çka do të vjen unë e pranoj. Jam mirë, po, nuk mungam kur gjë, edhe çka do të vjen prej Zotit unë e pranoj. E kam thënë kështu me mendje. Edhe pastaj e kom vrejt atë ndryshimin, atë lumturinë, atë gëzimin. Pasi është kry seminari, po këtu dashta me përshëndet edhe Dianën, sepse kom pas fatin me qenë ullur afër me Dianën. Diana më ka propozu me hynë trajnim, tha Besiana, unë kisha propozu me hynë trajnim, tha se të bënë shumë mirë. Atër nuk e disha si funksionojnë trajnimi, si është platforma, ta zhdova me hynë trajnim, hyna në trajnim, edhe çdo gjë që e kam mësu, e kam praktiku, e kam vepru, edhe rezultati ka qenë i menjëhershëm.